Mi mrama gjithëve. Po jo s'ka gale. Unë jam vinë nga Libra, ka 32 vjetë. Po s'ka Vazhdo, zotre. 32 vjetë ka që ka marrë në Durrës. 8 vjetë ka pas Partia Demokratike me na bon legalizime. 8 vjetë vazhë. 35 vjetë bëjmë këtu, asë një njës në ka bu dorë. Asë Partia Demokratike, asë Partia Socialiste. Unë kam qenë kryetari i Partisë Demokratike në Libër. Por një zonë të caktuar dhe bosha dilshim protest, një gru na greti dorën, grushtin, kurse unë thash nuk ka gale, ne grem dizështin, ta grete grushtin. Kur një burr i vjetër, 34 vjeç, kishte mu zhepat me gurë. I thash unë, jo, unë po gjithë ca me gurë, unë dërnesht, jashtë. Asaj, unë nuk kam ashtirë. Me një fjarë, mu më ka prish shefin lista e mbyllme. Lista e mbyllme më ka bë mu që t'i e dha e përgjigje dhe zoti Berisha, po lista e mbyllme më ka bë mu që më ka nxjerr deputet Xhelal Mziu. Xhelal Mziu me punë më dhëja në Kams, rruga Amerika, rruga Washington, rruga W. Bush, na u bë burri më a thu ka pas nevojë Libra për fjalët e Xhelal Mziu në parlament? Apo të Luciano Boçi në Shkodër, edhe nuk e shoh Luciano Boçi në Shkodër. Luciano Boçi kishte qenë për qanë deputet listë në Shkodër dhe sot nuk e shoh ato, po shkemën u, e po i bëjnë për brinj, u hekin humë. Ne nuk i shohim ato. Pra ne, unë do të thamë kështu. Listat të mbyllë me gjardut ishen, edhe ne, edhe këtë lafë që s'du të bestisi, po që se ne kemi shpinën për gati, ne s'u në japë një të shtimin ati që ka shpinën për muri. Ne e kemi shpinën për gati, nuk jemi të qetë për me i dhëmë të shtimin ati. Pik. Faleminderit, më falni si ju bezdisa. Po, marrim dhe një pyetje të fundit këtu. Edhe një pyetje. Çfarë takim? Zotria këtu dhe doktori do t'ju përgjigjet. E di, jeni shumë, po sa më shkurt ju lutem vetëm nga një pyetje shkurt doktorit, që pastaj të ketë mundësi t'ju përgjigjet që t'jemi okay me kohën. Po. Doktor. Po. Unë do të flas në emër të gjithë veriorëve. Shumë mirë. Gjithë veriorë. Të gjithë këto, sikur janë këtu, asnjë nuk është i përfaqësuar në Këshillin Bashkiak. Deputetët e Durrësit dhe kryesia e Durrësit për me u vesh bukur edhe për me llafe të bukura janë shumë të mirë. Nuk shifen në zonë përveç Arjon Doj, Iliriana Kushanës si na ka ardhur për përmbytje për çdo gjë, kurse deputetët e tjerë nuk shifen fare. Ka 24 vjetë se unë, kur shkoshem në Durrës, ke PD-ja, edhe kërkoshem ujë për lagjen time, se unë jam emigrant, edhe unë përshëndesa të qonin atë mërzit. Të lutem, sa më shkurt, të lutem se ka disa... Po. Në zgjedhjet e Durrësit që do të bëhen, duhet kenë përfaqësues verior. Iliriana Kushana e kom cilëso si qershia mbitor kur vitën zgjedhje. Okej, shumë faleminderit. Kalojmë te zotria atje, të lutem edhe dy të fundit, edhe do të përgjigjet doktori. Po, atje. Këtu të djali këtu, po. Problemi shëllon vetëm te protestat. Protestat nuk duhet bëhen vetëm Tiranë. Duhet bëhen në qytet Shqipërisë. Jo të vinë nga Durrësi, të vinë Tiranë. Durrësat po dështojnë Durrës. Tiranësit Tiranë, ku kësën kuks, ku kënë puk. Ashtu arrim dhe të vimë fitore, edhe të vimë qeveri. Jo vetëm para kryeministrisë. Ju faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit. Tu përgjigjem pak pyetjen, po. Tani, lidhur me ligjet që kërkuat që të anullohen, si qëndron problemi hidrokarburëve? Ta them unë. Qeveria shqiptare si asnjë qeveri tjetër
kjo qeveri, si asnjë qeveri tjetër, merr 1.1 euro për çdo litër naftë. Merr 1.1 euro nga ti për çdo litër naftë. Nuk ka qeveri nuk di që të mund të tatoj naftën në këtë mënyrë. Asnjë. Marrin gjysmën e kësaj Kosova, Maqedonia dhe me radhë. Pra, këtë çmim nuk mbroj tregtarin e naftës, absolutisht. Por çmimi 1.1 euro për litër nafte është dënim për qytetarët shqiptar. Dhe ju garantoj se ne në pushtet, në teritorin e Shqipërisë nuk do shitet dot litra e naftës më shtrejt se në Kosovë dhe Maqedoni. Kaq. E keni marrë përsipër dhe e marrin plotësisht. Kjo është një qëndrim jashtëzakonisht i papërgjegjshëm. Mallat e shportës, drejt shumë, janë rritur më shtrejt se në Itali, janë më shtrejt se në Greqi, janë më shtrejt se në Gjermani. Zgjidhja është ne do vëmë minimum jetik. Ne do vëmë minimum jetik. Ne deklaruam se do ishte 200 euro për person. Tani ajo është rritur. Ne do rilogarisim dhe ne i qëndrojmë plotësisht minimumit jetik. Me minimumin jetik, ne te i kalojmë mbrojtjen e mallrave të shportës. Pra, qëndron plotësisht problemi që ngren, është problem shumë i madh. Por ky nuk janë vetëm këto ligje. Ligji për familjen është ligji i shkatrimit familjes. Ju e keni marrë vesh. Ligji që u kalua në parlament është ligji i shkatrimit të familjes shqiptare. Ligji i tjetërsimit të gjinisë njerëzore. Ligji i censurës dhe i dënimit pa fajt të tjetrit. Pra janë një seri ligjesh këto. Lidhur me Xhelalin, unë mund të them se me Xhelal Mziun, kryetar Kamze, t'ju them haptast, unë jam për qeveria, jonë është përpjek që qytetet e reja t'i urbanizoj, se po të marrish ti mrekullinë e shqiptarëve, për mua mrekullia e shqiptarëve janë qytetet e reja që ndërtuan ata. I ndërtuat me sakrificat mëdha, i ndërtuat me lumej djerse dhe pa diskutim që ishte detyrim dhe është detyrim madhor i qeverisë të investoj për të gjitha kushtet tjera. Dhe këtë parim nuk e kam patur sot, nuk kemi patur sot, jo. Këte parim e kemi patur edhe në pushtet. Unë mund të them ju që gjatë për Kamzën, se këtu se kam parasysh inventarin, janë sistemuar i ndërtuar 120 km rrugë brenda atij qyteti. Edhe këtu jemi përpjek të investojmë, nuk them kaq, por disa investime i mbaj mend që sot. Por ju garantoj se do t'jeti përparësi e madhe për ne. Tani, deputetet sigurisht që do t'kenë takimet më intensive, por një gjë ju siguroj, nuk është se nuk bëjnë takime, kjo nuk është se vërtet. Ata takime bëjnë, po do t'jenë sa më intensiv në takime, të njoftojnë sa më shumë, por takime bëjnë sepse ka një sistem që lehtësisht të kontrollueshëm takimet e tyre. Prandaj edhe ju
probleme që keni duhet të shkruani në mesazhe, në email dhe në mënyra tjera. Sidoqoftë është kërkesë shumë e drejtë që deputetët të kenë një komunikim shumë më intensiv për ju. Tani, mirënjohje të madhe për ju që theksuat për protestën. Sot, asnjë zgjidhje tjetër përveç protestës nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ndaj dhe më thatë se kryetari i seksionit nuk vjen protest. Kryetari i seksionit që nuk vjen protest pa një arsye të fortë, ai nuk mund të jetë kryetar seksionit. Jo. Kryetari i seksionit që nuk vjen në protest, ai nuk duhet të jetë kryetar seksionit. Pse? Jo, do ta shpjegoj këtu pse. Ne vim këtu pas një kalvari të vërtet, por vim këtu me një qeveri e cila për shqiptarët nuk ka lanë asnjë rrugë tjetër përveç protestës. Kjo proteste jona, si për mua dhe për kryetarin e seksionit dhe për antarin e seksionit, është mision. Nuk është mision personal, vetëm është mision për Shqipërinë dhe shqiptarët, që ne duhet i shpëtojmë nga kjo qeveri. Urdhoni ç'bën me Durrësin. Asnjë pushtues nuk do sillen ndaj Durrësit, si sillet Edi Rama me organizatat e tij kriminale. Ndaj është mision. Kryetari dhe çdo antar do i përgjigjet këtij misioni. Është i lodhur të lëshojë vendin tjetrit. Është koha e protestës. Është koha e guximtarëve. Është koha e guximit. Është koha e sakrificës. Tani, shpreh respektin tim për ju dhe që shtron problemin e fraksioneve. Të garantoj se statuti i Partisë Demokratike nuk ka asnjë pengesë për fraksionet. Vetëm do kuptohemi pak, se tani po bëjmë diskutim partijak. Fraksionet, shumë pak parti i kanë, por ne i kemi. E kemi sankcionuar. Çfarë kërkojnë ato? Që kërkojnë që kryetar fraksioni të ngrihet duke patur disa deg me veti, apo jo? Se nuk mund të them fraksion, unë pse kam mendim të ndryshëm, unë jam me mendim ndryshe pastaj, po jo fraksion. Fraksioni strukturohet kur ti arrin nga aty ku e kemi marrë, nuk po them ne kemi vu, e kemi statut, po e kemi marrë diku që e kanë. Do të kesh 1% e degëve ti bindish që këto pikpamje tua dhe ky dallim me pjesën tjetër, 1, 2, 3 pika janë pra ky grup degësh, do të kesh, prit vazhdoj me tutje, do të kesh të nxjerrish me këtë pikpamje edhe një grup deputetësh që dalin. Dhe ai thotë, shiko, Partia Demokratike ka gjithë këtë program, unë kam të 3 çështje. Më votoni mua për unë jam i Partisë Demokratike, por ama unë kam familjen këte në 3 çështje mia. Dhe kur që të kemi të saktë se ç'është fraksioni, po vetëm i gjë tani them, po çfarë fraksioni mund të jetë ai? Si mund të jetë fraksion ai që më bën mesazhin mua, më thot, unë thot jam antari 98, po mirë jeti. Ervis, antari 98. Po nërko, i ka shkrujtur shokut vetë,
në Facebook të ti se unë në këtë fushat nuk punova. Nën kryetara, ja? Nën kryetar partije. Unë në këtë fushat nuk punova, po si mo nuk punove ti në këtë fushat, nën kryetari partisë. Që ajo është i ati ti një demokrati flakt, i vllai ti një demokrati flakt, po ti, çfarë do pa kënaqësie, vetëm për trashëgimin familjar dhe investimin familjar ti s'mund të rrije pa punuar në fushat. Nuk punova për socialistët, po s'punova në fushat. Dhe tani, dilin, e ke vetë parasysh, mos kthejmë të kata amë të apo jo. Pra, fraksioni krijohet plotësisht mbi bazën e ideve të cilat vërtet shumica nuk t'i pranon, por po gjetet se i pranoj 1, 2, 3, plotësisht dakord. Besoj se unë ju sjarova apo jo. Falemnderit shumë edhe të falenderoj. Edhe për shpirtin protestues të falenderoj shumë. Edhe të gjithë ata që sot është koha e protestës, të gjithë në protest, me datën 12 mars, të gjithë tek parlamenti, sepse është gjyqi i Edi Ramës dhe Lubi Balluku.